Fenomeni shkodran Louise Ailey ka tërhequr sërish vëmendjen e rrjeteve sociale me një video të re që ka publikuar, ku shfaqet në një ambient plot me fustane elegante. Në pamje duket qartë se bëhet fjalë për një showroom luksos, ku rreshta të tërë me fustane të mrekullueshme ndriçojnë hapësirën. Por ajo që e bën edhe më interesante këtë moment është fakti se Louise ndodhet aty për të shoqëruar bashkëshorten e tij, moderatoren e njohur Chiara Tito, e cila po përgatitet për daljet e saj në spektaklin Portokalli. Në videon që ai ka ndarë, Louise shfaqet I veshur thjesht me një kostum sportiv gri, ndërsa ecën I qet nëpër sallë, duke vëzhguar me humor fustanet plot shkëlqim që rrethojnë ambientin. Ai duket si gjithmonë me atë energjinë e tij karakteristike, duke dhënë përshtypjen e një burri që është gjithmonë aty për të mbështetur gruan e tij në çdo hap të karrierës. Ky moment I thjesht, por shumë domethënës, ka marrë menjëherë mira reagime nga ndjekësit. Të shumt janë ata që e kanë cilësuar si një gest të ëmbël që tregon dashurinë dhe respektin që Louise ka për Chiarën. Ndërsa të tjerë kanë vënë në dukje se kjo është një tjetër dëshmi e partneritetit të fortë që çifti më I dashur I showbizit shqiptar vazhdon të tregojë çdo ditë. Në anën tjetër, Chiara Tito po përgatitet për sezonin e dytë të Portokalli, ku ajo ka fituar gjithnjë e më shumë dashurinë e publikut me elegancën, profesionalizmin dhe prezencën e saj të ngrohtë në skenë. Louise, me praninë e tij pranë saj, duket sikur e ndihmon ta ndjejë këtë periudhë edhe më të veçantë. Në pak sekonda video, Louise arrin të përcjellë një mesazh të fortë dashurie dhe bashkëpunimi. Përkrahja e partnerit në çdo hap është ajo që e bën çdo rrugëtim më të bukur. Kjo paraqitje ka bërë që shumë ndjekës ta quajnë bashkëshortin model, duke theksuar se mënyra si ai qëndron gjithmonë pranë Chiarës është një shembull për tu ndjekur. Pavarësisht angazhimeve të shumta, ata gjejnë gjithmonë kohë për të qenë pranë njëri tjetrit, qoftë në skenë, në udhëtime apo në ditët e zakonshme të jetës. Duket qartë se mes tyre ka jo vetëm dashuri, por edhe mirëkuptim, respekt dhe mbështetje reciproke. Me humorin dhe karizmën që e karakterizon, Louise arrin ta bëjë çdo situatë të veçantë, ndërsa Chiara, me elegancën dhe përkushtimin e saj, e plotëson në mënyrë perfekte këtë harmoni. Nuk është çudi që çdo gjest I tyre përhapet me shpejtësi në rrjet, sepse publiku e ndjen që dashuria e tyre është e vërtetë, e pastër dhe e mbushur me dritë.